Viti 2025 ka shënuar një përgjysmim të shitjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agjentëve imobiliar, ky trend ka ardhur si pasojë e disa faktorëve. Pikë së parë, ndikim të drejtë për drejtë ka patur ndryshimi i politikave të Bankës së Shqipërisë për mos financimin 100% të kredive nga bankat e nivelit të dytë, rritja e pajustifikuar e çmimeve nga pala shitse dhe rënja e fuqisë blerëse. Çmimi aktual për metër katror, sipas agjentëve imobiliar, varion nga 800-900 euro, ndërkohë që duhet të ishte 700 deri 750 euro. 2024 ka pasur çmime, le të themi, standarde, midis 750, 800, diçka edhe më pak, dhe shumica e shitjeve që janë bërë gjatë 2024-s kanë qenë shitje me kredit. Ndërkohë, në 2025-ën, shifrat, nëse do t'i krahasoj me 2024-ën, po themi deri në një të njëjtën periudhë të 2024-s, mund t'ishte bërë dy fishi, më afërsisht 15 shitje që mund të kemë bërë gjatë këtij viti, dhe nga këto 15 deri në korrik, ku po përfshi politikën bankare, sepse shumica e shitjeve në Fier bëhet nëpërmjet shitjeve me kredi bankare, dhe në korrik të këtij viti politikat e bankës ndryshuan, ne nuk kemi më mundësi të financim, asnjë nga bankat nuk ofron mundësinë e financimit 100%. Ekspertja e pronave thekson gjithashtu se zonat më të shtrenjta janë lagjet Apolonia dhe Kastrioti, ndërsa blerësit janë kryesisht çiftet e reja. Zonat më të kërkuara mbetet lagja Apolonia ose pjesërisht lagja Kastriot. Sipërfaqet e kërkuara janë ato sa më të vogla, për ju shitës që keni sipërfaqe të mëdha, duhet kuptoni që fuqia blerëse në Fier është midis shifrave 70-75.000 euro të përballueshme nga pagat tona. Pjesa blerëse, dërmuese në Fier janë pikërisht çiftet e reja me blerje me kredi bankare. Përballë kësaj situate, më të preferuara nga blerësit janë banesat me sipërfaqe më të vogël, ndërkohë që synohen edhe pallatet e ndërtuara para viteve 90, por të investuara në vitin 2025, ku çmimi ka arritur nga 900 deri 1000 euro metër katror. Pjesa blerëse në Fier nuk jemi një qytet ku mund të investohet për bregdet ose ku mund të investohet për blerje prone me qëllim rritjen e çmimit. Jo, ne jemi një qytet që pjesa dërmuese është për banim dhe e tillë duhet jetë. Duhet ta kuptoni pak veten edhe si blerës edhe si shitës. Ndërkohë trendi i rritjes së çmimeve të apartamenteve në Fier ka nisur që në vitin 2023, por ka arritur pikun në vitin 2025.